Pra linda në një familje ortodokse dhe nga të dy krahët, si të babait edhe të nënës, ishin besimtarë të mirëfillt. Edhe qëse ne njohëm fëminin, ata na flisin për Zotin, vazhdimisht na edukojnë me frymën e Zotit. Tar nga dalë duke u rritur dhe në kohën kur ishim adolescent, ata na merrin sidomos nëna, se është një detyrë e veçantë e nënës që kujdeset për fëmijët. Edhe po thoj se çdo javë ose 2 herë në javë të vinjim te kjo kishë bekuar që është kisha Shën Harallamit. Atëherë ishte një faltore siç është edhe sot. Dhe ndizim qiri, i dëgjonja që luteshin, i luteshin shenjtit, i luteshin Shën Maris. Edhe ne këto i regjistrojmë në mendje, i fusim në zemrën tonë, edhe dal nga dal besimi jon filloi të hidhte rrënjë dhe të jepte fruta. Dhe duke u rritur dhe duke ndjekur, si të themi, porosit të kishës, kuptohet që ishte në këto fshatat e thella, nuk është edhe se ishte në një nivel shumë i lartë teologjik, por besimi jonë është besimi thjesht. Mjafton që të besosh te Zoti, ta ndjekësh në praktikë atë, dhe të zbatosh porosit e tij, urdhësat e tij, atëherë themi se je në rrugë të mbar. Pastaj jeta vazhdon. Kolone patundësh me kishës o Harallam, Kandili bashu e shëmi të rëbotës o shenjt, u shfaqe plot me lavdit, dritëmi të rëdhenë, me dëshmim dhe me bojtje, shove dhe paganizmin, e malkuar dhe terët, pra lutu pra në Zotin. Tregimet e gjyshërve tanë, atyre më të vjetërve që ishin, që unë i kam njohur, tregojnë që përpara 100 ca vjet, këtu ka qenë pyll. Gjithë kjo zonë ka qenë këneta dhe pyje. Dhe në këtë fshat Dollënj ka qenë një njeri i devotshëm, ti themi një psalt, që ishte për kishën e Poros, sepse këtu ishte një faltore e Shën Harallamit, por ishte edhe kisha e Poros, ku të gjithë mlidheshin besimtarë të gjithë myzeqes këtu, myzeqe e Vlorës, dhe që merrin kungatën, luteshin edhe kryenjën të gjitha misteret e shenjta. Ati ju çfajt në ëndër, ti themi, ose në një lloj vegimi, siç e tregojnë, që do të shkosh në filan vend. Te ky vend këtu. Edhe atje do të gjesh 4 pemë dhe do të gjesh një rrap të madh. Dihet që zona ka qenë me rrep, me vidha, bilet e vidhat janë dëshmi. Ja ku i kemi sa të fuqishëm janë vidhat që kanë qenë plot. Do të gjesh edhe një vidh të madh, do të gjesh edhe një plep, do të gjesh edhe një pemë tjetër, edhe do të shikosh që vidhi me rrapin kanë kryqëzuar, është një kryq atje. Edhe atje, tek ai kryq, do të ndërtohet kishën time. Dhe po kush jeni ju? Unë jam Shën Harallami, tha. Edhe do t'i vini emrin kësaj. Dhe me të vërtet, erdhi, e gjeti vendin dhe gjeti dhe pikërisht kryqin. Dhe kishte caktuar edhe dimensionet për masat se sa do bëhesh kisha, ku ishin vendosur pemët. A u mblodh populli, investoi dhe u ndërtua ajo dhe në vazhdim vazhdonte shërbesat. Po kjo kishte edhe prënët e saj, gjithë këto zona që këto hapësira ka qenë shumë e madhe, ka qenë plot ishin të ardhura për kishën. Edhe unë vinja këtu dhe shikonja që neve kënaqeshim jashtëzakonisht sepse ishte një begati dhe kishte këndonjë zoqet, kishte lëndina me trëndelina, me lule të ndryshme, shumë gjyrshe, me këngë bilbilash. Ishte një vend magjeps, një vend shumë tërheqës. Se të gjitha kishat e tjera dhe kjo kish u shkatërrua edhe u bëj
të themi, vënd ku vinjin baktit. Stallë me viqa të gjitha dhe themelit e sa janë diku në fund aty, para se ndërtohesh. Atëre, me ardhjen e demokracisë kuptohet mbas vitit 2000, Atsotir Prifti, që është Prifti i Kishës Poros dhe gjithë kësaj zonës këtu, organizoi një komision, edhe më la mua si drejtues të komisionit, që vajtëm shtëpi me shtëpi për të bërë thirrje që të grumbullonjë të ardhat për ta rindërtuar përsëritisht, sepse rrezikohesh që nga komuna, nga vetë qeveria jonë, kjo se kishte mbetur një dylym, kjo sipërfaqe që neve shikojmë, të gjitha pasaj ishin ndarë, pronat e kishë që kishte kjo ishin ndarë të ish kooperativistët. Dhe diskutohesh që të kthehesh përsëri në stan, të binjin baktit edhe kjo të shuhesh fare si kish. Atëre e organizuam bashkë me atë Sotirin, vajtëm filluam me fshatin e Dëllënjës, shtëpi më shtëpi, pastaj vazhduam me të Zhukës, pastaj vazhduam me të Delisufit, pastaj dhe mendima të tjera nga biznesmen që nga Durrësi, si Dimitra Toqi, që na ka ndihmuar mjaft, ka dhënë investimin më kryesor të kësaj kishës, pastaj ka ndihmuar dhe vetë mitropoliti i shenjtë Hirsi Ignati, që dha dhe ai një pjesë, por kontributi është i gjithë besimtarëve. Dhe u ndërtua, ju pre asaj rrugës së keqe që dhe mbeti kisha që është edhe sot, pra prona e vetë besimtarëve. Dhe është diçka e bukur, sepse këta nuk kanë, të themi, shtëpinë e Zotit, nuk e mund ta gjesh në vend tjetër. Se Porua është shumë largë, do kalosh një 2 fshatra pa të vesh në Pora. Pra, për fshatin këtu Dëllënj, shumë e rëndësishme kjo kishë, vinë të djelavet, luten, ndezikiri, bëjnë shërbime të tjera. Dhe, si që shikoni, kjo mori jetë. Ka puna akoma dhe për mirëmbajtje, për rregullimet të tjera, jo kangjella të tjera, por nga dalë shpresoj se mendimin e Zotit do bëhen. Kjo është sa për histori.